Alba përfshihet në një përballje të fortë me Labin, në një moment kur emocionet e saj janë ende të ndezura pas largimit të Limit nga shtëpia. Që nga fillimi i bisedës, ajo duket e tensionuar dhe e mbushur me zemërim. Zëri i saj është i ngritur dhe i prerë, ndërsa qëndrimi tregon se nuk është e gatshme të dëgjoj komente që prekin Limin. Situata përshkallëzohet shpejt. Alba i del përballë Labit dhe i kërkon me insistim të mos flas ashtu për Limin. Ajo shpreh hapur se nuk pranon që dikush ta ul apo ta gjykojë njeriun që ajo e konsideron të rëndësishëm për jetën e saj. Fjalët e saj dalin me forcë, sepse për të kjo nuk është thjesht një debat, por një çështje zemre. Alba thot me vendosmëri se Limi është dashuria e saj. Ajo thekson se, edhe pse ai është larguar nga shtëpia, ndjenjat e saj për të nuk kanë ndryshuar as pak. Përkundrazi, largimi i tij vetëm sa i ka bërë ato më të forta. Ajo e shpreh qartë se për të, Limi mbetet i saj, pavarësisht se nuk ndodhet më fizikisht aty. Në fjalët e Albës ndjehet një përzierje dhimbjeje, mbrojtjeje dhe krenarie. Ajo i thot Labit se nuk ka të drejtë të flas keq për Limin, sepse nuk e di çfarë kanë kaluar ata bashkë dhe sa shumë e ka mbështetur ai emocionalisht. Sipas saj, askush nuk mund ta kuptojë lidhjen e tyre nga jashtë. Debati bëhet gjithnjë më i nxehtë. Alba përsërit se nuk do të lejoj askënd të njollos figurën e Limit. Ajo thot se, edhe pse ai u largua, kjo nuk do të thotë se ndjenjat u shuan. Për të, Limi mbetet një pjesë e saj dhe askush nuk mund t'ia marrë këtë. Labi përpiqet të reagojë, por Alba nuk tërhiqet. Ajo e mbron Limit me çdo fjalë, duke thënë se ai nuk është ashtu siç përpiqen ta paraqesin disa. Ajo e quan Limin njeriun që i ka dhënë ndjenja të vërteta dhe që e ka bërë të ndihet e rëndësishme, edhe në momentet më të vështira brenda shtëpisë. Banorët e tjerë ndjejnë tensionin dhe ndalen për të vëzhguar përballjen. Atmosfera bëhet e rëndë dhe e ngarkuar emocionalisht. Alba vazhdon të flasë me lo. Të në sy, por me zë të fortë. Ajo thot se Limi, edhe pse nuk është më aty, mbetet dashuria e saj dhe se kjo është diçka që nuk do të ndryshojë lehtë. Në fund, Alba e mbyll debatin duke e bërë shumë të qartë qëndrimin e saj. Ajo i thot Labit se duhet të respektojë ndjenjat e saj dhe të mos flasë më për Limin në atë mënyrë. Për të, kjo histori nuk ka mbaruar dhe zemra e saj nuk e ka lënë pas atë lidhje. Pas këtij momenti, Alba mbetet e emocionuar dhe e lodhur. Ajo tërhiqet pak më veten, duke reflektuar mbi gjithçka që ka ndodhur. Ky përballim shënon edhe një herë se sa e fortë është lidhja që ajo ndjen për Limin dhe sa larg është e gatshme të shkojë për ta mbrojtur atë, edhe kur ai nuk është më pjesë e shtëpisë. Labi dhe Alba përfshihen në një debat të fortë, i cili shpërthen në një moment kur tensioni në shtëpi është ende i lartë pas largimit të Limit. Që në fillim, atmosfera mes tyre është e rëndë. Alba duket e lodhur emocionalisht, me sytë ende të skuqur nga lotët, ndërsa Labi afrohet me një qëndrim sfidues, i bindur në atë që do të thotë. Labi nis bisedën me tone të ashpra, duke i thënë Albës se ajo nuk është mirë që nga momenti kur Limi u largua. Ai shprehet se e sheh qartë sa shumë e ka ndikuar ajo situatë dhe se gjendja e saj është përkeqësuar. Sipas Labit, Alba po vuan dhe po sillet ndryshe, sepse mungesa e Limit ka lënë një boshllëk të madh tek ajo. Debati thellohet kur Labi i thotë se nëse Alba do ta donte vërtet Limin ashtu siç pretendon, atëherë do të kishte marrë një vendim të prerë dhe do të ishte larguar edhe ajo pas tij. Ai e thot këtë me bindje, duke e vënë në dyshim sinqeritetin e ndjenjave të saj. Këto fjalë e prekin Albën shumë fort. Alba reagon menjëherë. Ajo ndjehet e fyer dhe e keq kuptuar. Zëri i saj dridhet, por ajo mundohet të qëndrojë fort. Ajo i thot Labit se askush nuk ka të drejtë t'i gjykojë ndjenjat e saj dhe se dashuria nuk matet me një vendim të vetëm. Për të, largimi i Limit ka qenë një goditje e rëndë dhe jo diçka që mund ta përballojë lehtë. Labi vazhdon të insistojë në mendimin e tij. Ai thot se Alba po përpiqet të tregojë se është e fortë, por në realitet ajo është e thyer brenda. Sipas tij, qëndrimi i saj në shtëpi tregon pasiguri dhe kontradikta mes fjalëve dhe veprimeve. Ai thekson se nëse ndjenjat do të ishin aq të forta, ajo nuk do të kishte qëndruar asnjë minutë më shumë. Këto fjalë e bëjnë debatin edhe më të ashpër. Alba fillon të flasë me më shumë emocion, duke thënë se ajo nuk është e detyruar të provojë dashurinë e saj para askujt. Ajo shpjegon se vendimi për të qëndruar nuk do të thotë se ajo nuk e do Limin, por se çdo njeri e përballon dhimbjen në mënyrën e vet.
Banorët e tjerë ndalen dhe dëgjojnë debatin në hër. Eshtje. Atmosfera bëhet gjithnjë më e rëndë, sepse përballja nuk është thjesht një konflikt fjalësh, por një përplasje emocionesh të thella. Alba duket e lënduar, ndërsa Labi vazhdon të flasë me bindje, pa u tërhequr nga ajo që mendon. Alba i thot Labit se ai nuk e kupton çfarë ka kaluar ajo me Limin dhe sa e fortë ka qenë lidhja e tyre. Ajo shprehet se dhimbja e saj është reale dhe se mungesa e tij e ka lënë të zbrazët. Ajo thekson se nuk është e lehtë të marrë vendime të tilla nën presion dhe dhimbje. Debati zgjat për disa minuta, me tone të larta dhe emocione të forta. Labi përpiqet ta bind Albën se ajo po gënjen veten, ndërsa Alba këmbëngul se ndjenjat e saj janë të vërteta dhe se askush nuk mund t'ia mohojë. Të dy qëndrojnë në pozicionet e tyre, pa gjetur një pikë të përbashkët. Në fund, Alba largohet nga debati e prekur dhe e lodhur emocionalisht. Ajo ndihet e gjykuar dhe e pakuptuar, ndërsa fjalët e Labit vazhdojnë t'i rrotullohen në mendje. Ky përballim lë pas një tensi. Ludo dhe Klodi përfshihen në një debat të ashpër, i cili nis pa pritur, por shumë shpejt kthehet në një përballje serioze që tërheq vëmendjen e gjithë shtëpisë. Atmosfera është e tensionuar dhe çdo fjalë që thuhet rëndon edhe më shumë situatën. Ludo duket i revoltuar dhe i vendosur të flasë hapur, ndërsa Klodi mban një qëndrim mbrojtës dhe nervoz. Ludo e nis debatin duke e akuzuar Klodin drejt për drejt, duke i thënë se sjellja e tij ndaj Elionës ka kaluar çdo kufi. Ai shprehet se Klodi e ka kërcënuar Elionën dhe se kjo gjë është e papranueshme. Sipas Ludës, mënyra se si Klodi i është drejtuar asaj e ka bërë Elionën të ndihet e frikësuar dhe e pasigurt brenda shtëpisë. Klodi reagon menjëherë duke mohuar akuzat. Ai thotë se nuk ka kërcënuar askënd dhe se gjithçka po egzagerohet. Megjithatë, toni i tij i lartë dhe reagimi i ashpër nuk e ndihmojnë situatën. Ludo nuk tërhiqet dhe vazhdon të insistojë se ajo që ka parë dhe dëgjuar nuk mund të mohohet. Ludo shprehet se Eliona ka frikë dhe se kjo frikë është e dukshme në sjelljen e saj. Ai thotë se ajo është mbyllur në vetvete, është bërë më e heshtur dhe më e tërhequr që nga momenti kur ka pasur përplasjet me Klodin. Sipas tij, kjo është një shenjë e qartë se diçka serioze ka ndodhur dhe se Eliona nuk ndihet e sigurt. Debati ashpërsohet edhe më shumë kur Ludo i thot Klodit se sjellja e tij po ndikon negativisht tek të tjerët dhe po krijon frikë e presion emocional. Ai e akuzon se po përdor fjalë të rënda dhe tone kërcënuese për të dominuar situatat. Këto akuza e bëjnë Klodin edhe më nervoz. Klodi përpiqet të mbrojë veten duke thënë se Eliona po e luan rolin e viktimës dhe se Ludo po flet në emër të saj pa e ditur të vërtetën. Ai shprehet se konfliktet mes tyre kanë qenë vetëm debate verbale dhe se askush nuk ka pasur arsye të ndihet i frikësuar. Megjithatë, mënyra se si ai flet e tensionon edhe më shumë bisedën. Ludo e ndërpret dhe i thotë se frika nuk krijohet pa arsye. Ai thekson se kur një person ndihet i kërcënuar, kjo është diçka serioze dhe duhet marrë parasysh. Ai shprehet se Eliona i ka treguar se është ndjerë e pasigurt dhe se ka pasur momente kur nuk ka ditur si të reagojë përballë Klodit. Banorët e tjerë fillojnë të afrohen dhe të dëgjojnë debatin. Heshtja e tyre e bën situatën edhe më të rëndë. Disa shikojnë me shqetësim, të tjerë duken të habitur nga akuzat. Tensioni ndihet në çdo cep të shtëpisë dhe debati vazhdon pa ndalim. Ludo i thot Klodit se duhet të marrë përgjegjësi për fjalët dhe veprimet e tij. Ai e paralajmëron se sjelljet të tilla nuk janë të pranueshme dhe se askush nuk duhet të ndihet i frikësuar në atë ambient. Ai flet me tone të forta, por të kontrolluara, duke treguar se është serioz në atë që po thotë. Klodi, nga ana tjetër, ndihet i sulmuar dhe thotë se po i bëhet padrejtësi. Ai shprehet se po gjykohet pa prova dhe se çdo gjë po kthehet kundër tij. Ai thekson se nuk ka pasur qëllim të frikësojë askënd dhe se gjithçka është keq interpretuar. Debati zgjat p. Klodi dhe Ludo përfshihen në një debat të ashpër që shpërthen papritur dhe përhap tension në të gjithë ambientin. Që në momentin e parë, mënyra se si Klodi i drejtohet Ludës tregon se situata ka kaluar çdo kufi dhe se mes tyre ka një grumbullim të madh pakënaqësisht që tashmë dalin hapur. Klodi e nis debatin me tone shumë të forta, duke akuzuar Ludon drejt për drejt.
Ai I thot se për të, Ludo është njeriu më I keq në shtëpi dhe se sjellja e tij nuk është e pranueshme në asnjë aspekt. Sipas Claudit, Ludo nuk meriton asgjë nga ajo që po ndodh në shtëpi, as respekt, as mbështetje dhe as mirëkuptim. Ai vazhdon duke thënë se kudo që shkon, Ludo krijon vetëm probleme dhe përçarje. Claudi shprehet se Ludo gjithmonë përpiqet të luajë rolin e të drejtit, por në realitet, sipas tij, është personi që dëmton më shumë të tjerët me fjalët dhe veprimet e tij. Ai thekson se çdo debat ku përfshihet Ludo përfundon në konflikt dhe tension. Toni I Claudit bëhet gjithnjë më agresiv, ndërsa ai përsërit se Ludo është njeriu më I keq që ka njohur aty brenda. Ai thot se Ludo nuk ka asnjë vlerë si shok, si banor dhe si njeri. Sipas tij, Ludo vetëm sa shkatëron marrëdhëniet dhe prish qetësinë e të gjithëve. Ludo përpiqet të reagojë, por Claudi nuk e lë të flasë lehtë. Ai e ndërpret vazhdimisht dhe vazhdon me akuza, duke thënë se Ludo nuk meriton asnjë mundësi dhe se gjithçka që bën është e shtirur. Claudi shprehet se Ludo sillet sikur është I fortë, por në të vërtetë, sipas tij, ai është I dobët dhe I pasinqert. Atmosfera bëhet gjithnjë e më e rëndë. Banorët e tjerë afrohen dhe ndjekin debatin në heshtje. Disa duken të habitur nga ashpërsia e fjalëve të Claudit, ndërsa të tjerë ndihen të parehatshëm nga tensioni që ka mbushur dhomën. Askush nuk ndërhyn, pasi situata duket shumë e ndezur. Claudi vazhdon duke thënë se Ludo nuk ka bërë asgjë të mirë që nga fillimi dhe se gjithmonë ka vepruar me qëllime të këqija. Ai I akuzon se përdor njerëzit për interesin e tij dhe se nuk ka sinqeritet në asnjë marrëdhënie. Sipas Claudit, Ludo vetëm sa manipulon situatat për të dalë vetë mirë. Ludo më në fund arrin të flasë dhe përpiqet të mbrojë veten, por Claudi nuk ndalet. Ai I thot se fjalët e tij nuk kanë asnjë peshë dhe se askush nuk duhet t'i besojë. Claudi e përfundon duke theksuar edhe një herë se për të, Ludo mbetet njeriu më I keq dhe se nuk meriton asgjë nga kjo eksperiencë. Debati zgjat për disa minuta, me tone të larta dhe emocione të forta. Asnjëri nuk lëshon pe dhe tensioni mbetet I pranishëm edhe pasi fjalët mbarojnë. Atmosfera në shtëpi mbetet e rënduar, ndërsa ky përballim shënon një pikë të fortë thyrjeje mes Claudit dhe Ludës. Ky debat kthehet në një moment të fortë, ku fjalët e rënda dhe akuzat personale nxjerrin në pah konfliktin e thellë mes tyre dhe lën pas një ndjesi të fortë përçarjeje që ndihet nga të gjithë.